në shajt të Ramazanit, solidariteti dhe kujdesi për njëri tjetrin marrin një kuptim edhe më të veçantë. Prej disa vitesh, Islamic Relief Kosova organizon iftare për familje dhe individet me nevojë, duke krijuar momente bashkimi dhe mbështetje. Kohëve të fundit krahas iftareve, po përgatiten edhe pa kohëshëmore të cilat mund t'i marrin vetë, duke siguruar që ndihma të arrijë tek ata që kanë më së shumti nevojë, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në komunat e tjera. Numri i madh i projekteve për krahas iftareve është duke vazhduar gjatë muajit të Ramazanit të implementohet, mirë po iftari është një prej projekteve më të mira, më të dashura edhe për neve si staf edhe për donatorët tonë. Numri i donatorëve me donacionet e tyre ka qenë i kënaqshëm deri më tani. I kemi shpërndarë për mbi 20.000 iftare deri tash, prej ditës parë të Ramazanit, në baza ditore, familjet me fëmijët tim vinë në restoranet të cilat na i kemi kontraktuar e marrin iftarin e gatshëm. Si në Prishtinë i kemi edhe 7 komuna të tjera ku familjet tona me fëmijët tim përfitojnë iftare në baza ditore, iftare të gatshme. Donë është një ushqim më i veçantë të cilën familjet e varfër pra zakonisht nuk kanë mundësi me shiju, edhe këto neve na kanë mundsuar bashkë me donatorët tonë që me realizu gjatë muajit të Ramazanit. Të veçën interesimi qoftë donatorëve, qoftë qytetarëve për me u ndihmu. Fol zemërgjërësisë të donatorëve tonë, edhe kemi arrit me i shpërndot këtë numër kaq të madh të iftareve, mbi 20.000 iftare. Ju pëlqen për shkak se edhe në aspektin fetar konsiderohet si prej veprave më të mira, më të dashura me ju dhënë iftar njerëzve, veçanërisht familjeve me fëmijë tim, kështu që nuk ka qenë vështirë si projekt me realizu, edhe po vazhdojnë edhe këto ditë deri në fund të Ramazanit. Jemi të hapur për krejt ata që dëshirojnë me u bashku në këtë projekt, që me kontribu, me i gëzu këta fëmijë bashkë me nënat e tyre me iftare të këndshme. Organizata e ka një databazë me familje me fëmijët tim nga i gjithë territori i Kosovës, që është mbi 1200 familje, po ashtu edhe një numër konsideruar të familjeve në asistencë sociale, familje që janë nga organizata të ndryshme me nevoja të veçanta, që është hendikusi, shoqata të verbërve. Të gjitha këto familje deri tash kemi arritur të shpërndojmë mbi 2000 pako në krejt territorin e Kosovës, edhe një numër kaq të madh të pakove planifikojmë me shpërndar deri në fund të Ramazanit, për shkak se janë edhe vitrat, njerëz që i dhurojnë vitrat ne i shndrojmë në pako dhe i shpërndojmë para foljes së Bajramit. Numri e jetimave që na e kemi i përfshi me këto projekte gjatë muajit të bekat të Ramazanit. Solidariteti njihet për muajin e shejt Ramazanit. Tregom ju personalisht dhe si organizatë si ndjeni kur ndihmoni këto familje dhe për sa vitën e vazhdim do të vazhdoj kjo iniciativë. Faktikisht gjatë vitit është muaji që ka vëllimin më të madh të punëve, që kërkon angazhimin më të madh tonin të krejt stafit, mirë po bëhet një angazhim një angazhim i pakufizuar prej stafit ton, nuk e shikojnë orën, punojnë pa ndërprej edhe gjatë ditës, po edhe mbrëmjeve, pavarësisht numrit të madh punëve që i kryejnë, prapë është nasia e zakonshme kur e sheh, domethënë se këpo e ndihmon, kur i sheh që fëmijët të cilët ndoshta shumë prej tyre kanë Ramazanin e parë, që se kanë babojnë e tyre pjesë familjes tyre, e timi ju qëndru ofër me ushqime dhe me nevoja tjera që ata i kanë. Do të thotë që kjo iniciativë do vazhdojë edhe për vite tjera, ndoshta një thirrje për gjithë ata që dëshirojnë duhen pjesë juaja të ndihmojnë edhe pse të jetë më vazhdim. Po na përveç iftareve, pakove ushqimore që kemi shpërndar këtë muaj të Ramazanit, kemi arritur edhe 20 bunore për 20 familje me i hap vetëm rana muajit të Ramazanit, dhe jena të vazhduam boza ditore me pako, me iftare, me hapje të bunoreve. I kemi edhe 2 shtëpi në proces për familje me fëmijët tim që i kemi, njërin e kemi ndërtuar, tjetrin e kemi në proces. Edhe krejt ata që dëshirojnë sadakatul fitrin e tyre me dhon për familje me jetim, e kanë mundësinë me bë përmes Islamic Relief Kosovës, po ashtu zakatin me dediku për nevoja të ndryshme të familjeve tona me fëmijët tim, edhe ne shumicën e donacioneve në mënyrë absolute implementojmë gjatë muajit të Ramazanit, ashtu siç vijnë donacionet edhe implementojmë ato. Nga kjo nismë, tentohet që ndihmohet familjeve në nevojë, për të cilat këto pako ushqimore dhe iftare përbëjnë një ndihmë të rëndësishme gjatë muajit të shenjtë. Për shumë prej tyre, kjo është një zgjatje jetore dhe mbështetje në një kohë kur përballja me vështirësitë e përditshme bëhet edhe më e madhe. Përmes këtyre iniciativave, synohet që askush të mos mbetet pa një vakt të ngrohtë apo pa ndihmën e nevojshme, paktën të gjërave esenciale në këtë muaj solidariteti. Jam për të marrë për një familjar timin, domethënë
që një 3 ditë, do më thonë edhe në fillim të Ramazanit 3 ditë, do më thonë 6 ditë po bëhen. Si pjo bën kjo mundi kjo pjesa që është një vend kur personat të cilët nuk kanë mundësi për me siguru ushqimin, është një vend i cili pjo jep? Po t'i be pak me thonë pak është një ndimes, atin pak sa do e vogël se tash ma qish po dijet koha që s'po kanë gjina kam jamojt, ma tash pak ndimes është për ta din. So familjar janë tek familja që duke i dërgu dhe sa pjo ndimon ndoshta kjo pjesa që po i merr një iftarët e po i dërgoni atij? Po janë 3 antarë, do më thonë. E po pëse që o bu këgja ndimis? Po, pak ndimes po, sa din sa me thonë që me thonë s'kam kur gjanë sover që një mesazh falmirisht inshallah Zoti ja u këta me të mira, dhe kur inshallah Zoti sigurt. Në muajin e shenjtë të Ramazanit, veprimet të tilla tregojnë se solidariteti dhe kujdesi për njëri tjetrin mbeten vlera të rëndësishme në shoqëri. Iniciativa të tilla vazhdojnë të sjellin shpresë dhe mbështetje për ata që kanë më së shumti nevojë.